Muffins me hurmë arabie dhe krem karamel për sipër ishin muffinsat më të butë që kisha provuar ndonjëherë. Si fillim mora hurmat arabis dhe i hodha përsipër qumësht të nxehtë. I lash aty për 2-3 orë derisa t'u zbusni mirë dhe më pas i griva, i frullova, i bëra si një pastë. Marrim 2 vezë, hedhim sheqerin, hedhim gjalpin, unë përdora sheqer kaf, më pas hedhim vanilje, pak kos grek ose kos deleje dhe i shtojmë pastën që formuam nga hurmat me qumshin. E përziejmë me kujdes, i shtojmë pluhurin për pjekje, mielin dhe e sisim që mos na bëhet me kokriza. Më pas e përziejmë derisa masa të na bëhet e trashë në një konsistencë më të trashë se sa të kekut. I hedhim dhe pak sodë bikarbonat dhe e përziejmë. Marrim tavën që kemi për muffins, i vendosim letrat, i shtojmë 2 kupa nga këto të akulloreve. Dhe më pas i shtojmë dhe disa çokolata të zeza përsipër për t'i dhënë më shumë shije, por është opsionale, dhe i fusim në furrë për 160 gradë derisa të na piqen. Ja pra, këtu ishin muffinsat që sapo dolën nga furra tepër të butë. Unë i shtova gjithashtu dhe krem karamel përsipër sepse kështu na shijon dhe më shumë dhe ja u super sugjeroj sepse ishin muffinsat më të mirë që kam ngrënë ndonjëherë me një shije të veçantë.